koha është demokracia më e frikshme e ekzistencës. Të gjithëve na jepet e të gjithëve na merret mbrapsht. Në vitin 2005, Steve Jobsi, themeluesi I Apple-it, gjithë keni në dorë një telefon Apple, pra shumica të paktën, ishte personi I cili komunikoi dhe publikoi diçka që më vonë do të lexohej nga jo pak njerëz. Njeriu që ndikoi teknologjinë, komunikimin, industrinë, imagjinatën dhe çdo brezi të tërë dhe vijon ta bëj këtë gjë edhe pasi është larguar nga jeta e tij toksore. Në fjalimin e tij ai nuk foli thjesht si një sipërmarrës, si njëri biznesi, po ai foli si njëri që ishte përballur me hijen e vdekjes. Pse? Sepse ishte I smur me kancer dhe dinte që koha po I kalonte në mënyrë shumë të shpejtë. Ai tha se kujtimi I vdekjes ishte një nga mjetet më të fuqishme për të marrë vendime të rëndësishme në jetë, sepse përballë vdekjes bien maskat, krenaria, frika, opinionit të tjerëve, nuk ka më rëndësi kur ti e di që do vdesësh. Çfarë rëndësie ka çfarë mendon ai për mua? Po ç'pu kemi ne me ata? Mbetet vetëm pyetja, apo jetoj atë që unë duhet jetoj? A jam në qendër të vullnetit të Zotit apo bëj gjërat që Zoti më ka thirrur të bëj? Ky është një moment I fuqishëm për gjithë ne sepse Jobsi nuk ishte teolog, as pastor, as filozof, por prej letrës ti mund të dëgjojmë dhe mund të mësojmë diçka interesante. Ai nuk po predikonte ungjillin, por preku një nga të vërtetat më të rëndësishme që Bibla shpall. Njeriu jeton ndryshe kur e di që koha e tij është e kufizuar, kur e di që një ditë do të largohesh, si avulli.